Shumë të gjatë të ti në një intervjist ku flet për shumë çka nda jetës ti personale dhe ato profesionale, po diçka që ka marrë jashtëzakonisht shumë vëmendje në rrjet ka qenë lidhja ti me fen. Ai thotë që sidomos pas humbjes së vëllait, për cilën tregoi që është edhe shumë pishman në shumë aspekte të raporteve që ka pas me vllaun, dhe tregoi që dhimbjen e tij dhe sa shumë kohë ka dashur atij për muri më këmbë emocionalisht dhe jo vetëm nga krejt kjo humbje, ai tha që po falet. Ai tha që qetësinë po e gjen tek besimi dhe tek praktikimi fetar. Shumë mirë, sepse në momentet të tilla dikun duhet të kesh një mbështetje dhe një besim dhe e dim që personat kur humbin dikën të zemrës, gjithmonë e gjejnë një alternativë dhe mirë që ka gjetë këtë alternativë Gjesti. Praktikisht është e pamundur që të rinë më këmbët, thjesht i shkreti është mësuar me dhimbjen dhe dhimbja bëhet ndonjëherë pjesë ajo do jetë përjetësisht pjesë e jetës Gjestit. Patjetër që dhimbja do të jetë me dhimbjet. Thjesht është do mësohet me dhimbjen, si që jemi mësuar dhe ne, që kemi humbur të afërmit tanë, dhe ti do e kesh pjesë të ndën gjithmonë. Her pas here do kujtohesh, her pas here do dalin në ëndër, her pas here do kesh to bisedat e tua kur fle natën, her pas here do zgjohesh në mëngjes me atë brengën e madhe që ti nuk hapet më dera për të parë personin tënd të dashur. Edhe her pas here do shikosh njerëz në rrugë që do t'i shëmbëllejnë apo do t'i ngjajnë vllait, babait, nënës, ato personave që neve kemi humbur, po realisht është një dhimbje që ti fillon mësohesh që ti jetosh me të dhe është realisht është më e keqe se sa ai shoku i fillimit. Kjo të bën mbase edhe më të fortë, po kjo dhe të drejton mbase ka dy o të nxjerr nga rruga e Zotit, o të fut në rrugë të Zotit. Dhe për Gjestin shqyr Zotit që është futur në botën e fesë, do bëhet një njeri më i mirë, absolutisht jo se s'ka qenë, po do bëhet një njeri më i mirë, më i shtruar, më i mbledhur dhe do jetë edhe më paqësor me veten. Shumë e vërtet, në momentin që humb personat të afërt është shumë e vështirë me t'i kalu, po është edhe ma e mirë kur e gjen një prejhje dikun, edhe është shumë, që e tha edhe Gonxha, po edhe Eltoni, është mirë me gjetë një prejhje në gjana të bukura, e në këtë rast Gjesti që e ka gjetë prejhjen e tij në fe është një hap shumë i mirë për të, po mbi gjitha po e shohim që po din me balancu goxha mirë jetën e vet, merret prap me muzikë, vazhdon me kohën prezant performancat e tij. Sa do të vështirë mundet me pas ndoshta brenda vetës ose kur mbetet vetë jashtë afoncave, prapë e shohim një gjest goxha energjik si gjithmonë. E në kuadër të lajmeve të mira, po flasim me diçka që po ashtu ka qenë dje, Sara dhe Bardhi po bëhen prindër për herë të dytë, edhe kanë një moment jashtëzakonisht i lumtur, që është një ndër çiftet e vetme dhe të rralla që i kanë mbijetuar në fakt edhe Big Brotheri dhe kanë vazhduar. Të korrigjoj. Të lutem. Të korrigjoj, nuk janë të vetmit. Jo, të paktën. Një ndër, ma dëgjon fjalën. Kemi pa edhe shumë të tjera që s'kanë funksionuar. Tentativë. Jo, absolutisht. Më falë nëse më thonë gabim, po në mendje po një ndër të vetmit. Edhe për një majon një çift që kanë qenë shumë të afërt me publikun në aspekte të ndryshme, kanë treguar edhe për vështirësitë e tyre, sidomos Bardhi, që nuk është e lehtë për një figurë publike me dalë me fol për këtë ato probleme, kështu që shazani të mbar Sarës edhe urimet që të dyve, shpresojmë që fëmia do të jetë shëndosh. Unë i njoh të dy, i dua shumë fort që të dy, me Bardhin flas më shpesh në fakt, se sa me Sarën, po Sara më ka surprizuar për mirë për mbështetjen morale që më ka dhënë gjatë gjithë kohës që kam pasur ato 2-3 gjëra të rënda në jetën time. Realisht ka qenë nga ato vajza që ka qenë prezente në çdo lloj forme të mundshme. Jam shumë i lumtur që shpesh herë unë i thoja bëni një djalë. Pas kanë dëgjuar. Sigur e kam ndjelur, inshallah është djalë. Edhe do të më pëlqente shumë realisht. Për mua janë një nga çiftet më cute edhe më të mirë, më të dashur që ka publiku shqiptar. Edhe mua më pëlqejnë që nuk bojnë shumë drama në jetën e tyre. Janë të lumtur, të paktën të lumtur. Asa mund të quajmë dhe lumtur. Po, janë të lumtur e konfirmoj. Sigurisht, po. Janë të lumtur, por jeta i sjell edhe ato problemet ndonjëherë, po të paktën nuk e shfrytëzojnë për rrjetet sociale dhe këtë vlerësoj shumë tek çiftet që nuk e përdorin lumturinë thjesht për famë dhe për tituj. E kretë në fund e kemi edhe disa lajme nga banorët e Big Brother VIP Kosova, është Treshi Përsheshi që kanë fillu pak akuzonat se mos janë prish raportet e tyre. Nuk janë pa